e para punës, teorikisht ligjit profesionale nuk përdojnë dot një partit vetëm në qeverisin. Për shtim Shqipërisë në shtatë për arsye tjera. Po nuk e përdojnë dot. Dhe historia e Kosovës e ka treguar të gjë që nuk e përdojnë dot. Edhe në kulmin e vet vendosur nuk i merr dot vetëm 61 mandate. Nuk ka mundësi të marrë. Ndryshe sistemi atje. E profesionale është ka si tjetër ndryshe. Jo, është kombëtar, është pragu i tillë që ai e bën edhe më të pamundur. Kombëtari sepse kremosinë e partive të vogla të futen në parlament. Pikërisht pra. Don kjo është arsyeja që aty kemi gjithmonë detyrim koalicioni, ndërsa këtu është ndryshe sistemi. Debat tjetër. Edhe këtu, po i përket një debati tjetër. Kjo është e para, pra unë nuk mendoj që do arrijë kur nuk ka shans vendosë të marrë 61 mandate deputetësh. Çështja është që mos themi që kemi një parlament si ky që kemi, edhe nuk mendoj që do ketë një koalicion para zgjedhore jo, po edhe pas zgjedhore do jetë shumë e vështirë, sepse vetëvendosja e ka armiqësuar shumë veten e vet me partitë e tjera në Kosovë. I ka konsideruar ato të korruptuara, shërbëtorë të Vučićit, e me radhë ka përdorur një gjuhë totalisht përjashtuese dhe ka hyrë edhe vetë një lloj narracioni që nuk të hiqet më nga kjo gjë. Shiko, të njëjtën narrativ ka pasur Albin Kurti edhe në zgjedhjet e para të cilat e rrëzuan nga pushteti, domethënë dhe pastaj e rimori vetëm. Në atë kohë u fut pas zgjedhjeve u fut me LDK në koalicion. E bëri një koalicion me LDK. E bëri po dhe një koalicion ku nuk ndjen rehat, ka thënë që jam i detyruar t'i fuz duart në balt për interes të Kosovës. Mendimi im është ky që arsye-timin e gjen gjithmonë më mbrapa, pasi të duhet të bësh. Mendoj që do jetë shumë e vështirë, por shpresoj shumë që të mos ndodhi kjo që ndodhi. Kjo çmendëroi 8 mujore, 9 mujore që u troi zvarr gjithë përdia e Kosovës dhe parlamenti me ato seancat që Sharake dërgoi një kandidat dhe seancat nuk kishin asnjë vlerë, sepse ajo që ndodhi ishte e padgjorë në historinë e botës, edhe nga pamjet demokracisë, sepse nuk mund të rrinë qeveri 9 muaj në detyrë pa mandat popullor. Kjo është një gjë tjetër, po kjo është nonsens. Se njerëzit votojnë që qeveria të ndërrohet, jo që qeveria të rri pa marrë mandat. Kjo mendoj që ka qenë për llogaritje e Kurtit. Kjo ka qenë për llogaritje shumë e imët që të vinte në këtë ditë. Me ide që do i lodh gjithë dhe do përdorë narracion që unë kam drejtë dhe unë do marr shumicën, por mendoj që nuk do ta marrë shumicën, do ketë vështirësi të tjera prap shumë të mëdha. Shpresoj shumë që ndërkombëtarët mund të ushtrojnë një presion që të mos ndodhi ajo që ndodhi. Këtë mendoj unë, sepse edhe zgjedhjet lokale treguan që Kurti nuk është rrit. Kurti është në piketat që ka qenë. Partitë tjera janë në piketat që kanë qenë. Ndoshta PDK me Dri Hamzën mund të prodhojnë ndoshta një lloj momentumi të vogël pas rritur në bazë. Është rritur në bazë. Vota nuk ka më shumë. Jo, është rritur në bazë. Jo, por nuk është si. Edhe fakti. Numri i votave që ka marrë, numri i votave, nuk është më i masë numri i votave që mori për. Është më pak se PDK-ja dhe LDK-ja, por është më mirë se sa në zgjedhjet e kaluara. Nuk ka ndryshim me hop, por është më beso. Më mirë se zgjedhjet e kaluara lokale. Llogaritë ishte në 12 komuna, ishin balotazh. Po pra, dakor, po. Dhe ka 5 komuna. Sigurisht, komunat janë përta se kërkojnë shumicën e madhe dhe dalin ato. Jo, varet nga kandidatit e komuna ka shumë ka tjetër logjikë. Varet nga kandidatë, varet nga kjo gjë. Kosova ka veç PDK-s edhe LDK-s që marrin nga 20% edhe veç vendosi merr mbi 35-40%. Ka dhe sa parti tjera që marrin 3, 4, 5, 7%, pra e bën shumë vështirë për një parti që të dalë me 51. Dhe strategjia e Abdiçikut ishte interesante ama. Po ta diqni sot, ai bëri thirrje dhe Limajt, i bëri thirrje dhe Pacollit, i bëri thirrje për të krijuar, jo, ai thanë do dalin vetëm zgjedhje, po do lëm kuota për secilën prej këtyre që të bashkangjiten ndërkohë që kandidati për mbetet të shihet, po unë nuk është problem këtë datën 28, për mua është normale, se bila që më mirë që vinë emigrantët, votojnë emigrantët, nuk ka ndonjë problem. Mund të jetë një favor që i bëhet Kurdi, mund të jetë. Me gjithë është mëra kështutës, si datë. Aty se përmendëm vetëm këtë, aty ka dhe një problem tjetër. Jemi në një periudhë ku vëzhgues nuk mund të kesh, sepse vëzhguesit e huaj janë gjithë me pushime. Pra, do bëhen zgjedhje në errësirë në një lloj kuptimi. Nuk është vetëm po nuk kemi si shkoj. Ka ato probleme aty ka zgjedhje. Gjithë ato, edhe dhjetori i vërtuar në zjarr. Jo. Si dihet asnjëherë. Mitrovicë kësaj. Pra, në Mitrovicë u pa që kishte një problem me zgjedhjet. Po vendosi gjykata supreme sot dhe nuk e pranoi Po ti pra, shikoj. Kosova ka dëshmuar që bën zgjedhje shumë herë më të mira se ne, shumë herë më mirë se disa vende të tjera në Ballkan. Por ama dhe monitorimi ndërkombëtar i Kosovës shumë i madh. Pra, ndoshta edhe Kosova nuk e ka kaluar plotësisht atë pikën delikate të zhvillimit të procesit normalizador dhe mbetet shikohet kjo që thoni ju në datën 28. Megjithatë, unë them këtë gjë që parësisht që është dimër, parësisht që vinë emigrantët, shqyr që dolëm nga kjo bela e madhe 8 mujore dhe është lloj çlirimi që po marrin zgjedhjet. Dhe data është më kështu. Pastaj do të shikojmë se është kohë debati për datë. Akri, një fjali e fundit prej teje. Mendoj se nga pikpamja e procesit elektoral Kosova ka qenë model gjithmonë dhe ka treguar ajo çfarë ka munguar deri më sot ka qenë një lloj pjekurie politike e palëve për t'u angazhuar në procese normale elektorale
post-elektorale, për ndërtuar qeveri ndërtim koalicione. Me këto vijat kuqe cilat kanë qenë absurde dhe të panevojshme për një Kosovë në vitin 2025, kur tashmë është dhe një proces konsolidimi për vetë pavarësinë dhe shtetin e saj. Nga gjë më e rëndësishme e datës është sa më shpejt aq më mirë për mendimin tim, për shkak se Kosova ka një kosto të madhe ekonomike dhe financiare, ka një kosto të madhe në qeverisje, ka dhe një kosto shumë të madhe në imazhin publik që shfaq tek partnerët ndërkombëtar, ku janë investuar kaq shumë për të dhe tregon një paftësi për të ushtruar një princip bazik kurse është qeverisja tashmë.